Para pak çastesh në Elbasan ka ndodhur një episod që flet për trimërinë dhe trimërimin e botës së krimit në përplasje kundër policisë, e cila ka jo pak lidhje me trimërimin e instancave të caktuara në prokurori dhe në gjykata për të goditur në mënyrë të palishme drejtorin e policisë shtetit Haki Çako. Gjithsesi, unë shfrytëzoj këtë rast për t'i bërë thirrje çdo punojës i policie në çdo cep të Shqipërisë që të bëjnë punën e tyre me devotshmëri dhe kurajo, duke mos u stepur as pak nga çdo kërcënim i atyre që janë trimëruar sot, duke menduar që pushteti politik i atyre që deri dje ishin në qeverisje, bashkë me ndihmësit e tyre në prokurori dhe në gjykata, do mundet na bëjnë ne të hedhim hapa pas rrugën tonë për ta bërë Shqipërinë më të sigurt dhe më të drejtë.